Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Jam këtu me ju për të komentuar pak një ngjarje që ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme që ditën e djeshme në ferma VIP. Ju e dini shumë bukur që çiftet të cilat ishin në tentativë, çiftet të cilët luftonin për t'ia marrë zemrën njëri tjetrit, çiftet të cilët përfliteshin, siç duket tashmë kanë arritur që të krijojnë ato ndjesitë e tyre. Në mbrëm, në një puthje të ngrohtë edhe shumë të gjatë dhe në emocione fantastike, nisën rrugtimin e tyre të dashurisë Indrin dhe Vanesa. Vanesa e dha puthjen me Indrin, ishte një puthje shumë pasionante, unë e ndoqa puthjen live, dhe më thënë puthja ka ndodhur nga ora 1:30 e mëngjesit, ka qenë një puthje që nxori një dimension tjetër të këtij çiftit, aq ishte puthje e nxehtë sa që imagjinoni dëgjoheshin rrahjet e zemrës së tyre në mikrofona. Paramendo çfarë puthje ishte. Domethënë pash një Vanesë e cila po shndrohet në histerike kundërdrejt Indrin dhe pash një Indri që e puthte me shumë dashuri dhe që i kishte munguar një emocion dhe një ndjesi si kjo. Domethënë kemi të bëjmë me një çift që është një çift që unë e di që do të mbaj publikun mbërthyer për ekrani. Në fakt, Vanesa edhe puthte edhe qante. Kjo tregon që niveli i saj i të dashuruarit është jashtë normales, ëh. Me thënë dashuron ekstremisht shumë, po çmendet në dashurinë e saj, po del nga kontrolli, nuk di të kontrollon dhe veten dhe domethënë po bie e tëra në Indrin. Tani, Indri është më i madh në vite se Vanesa, është shumë më i madh, kanë shumë diferencë moshe të dy së bashku. Por siç duket Vanesa është një femër që gjithmonë pretendon që i dashuri i saj të jetë më i madh se ajo. Dhe unë mendoj që Vanesa ka arritur që ta fitoj fermën, me dashurinë që po merr nga Indri ka arritur që ta fitoj fermën. Unë uroj që puthja e Indrin të jetë një puthje e vërtetë dhe e ndjerë, sepse do t'ishte shumë e rëndë dhe do t'ishte shumë e keqe në qoftë se Indrin do të përdorte këtë puthjen vetëm për shkak të reality show dhe jo për ndjesinë të Vanesës. Domethënë, unë pash një Vanesa që realisht nuk kisha parë në një femër të tillë që të jetë kaq e çmendur, kaq e dashuruar dhe besoj që Vanesa do ta ketë tashmë probleme të gjithë femrat në fermë sepse qasja që do bën Indrin, biseda që do bën Indrin dhe provokimet që ato në fakt do t'i bëjnë Indrin në këtë rast me Vanesën, jam i bindur që Vanesa do t'i përjeton shumë keq dhe mendoj që Vanesa do të shkatërrohet shpirtërisht dhe emocionalisht në këtë fermë. Mbrëm u dha puthja e parë, është manifestuar shumë nga ato të dy, domethënë nuk ka qenë një puthje e thjeshtë, por ka qenë një puthje që ka zgjatur me shumë pasion, ka qenë një puthje që nxori krejtësisht një rrugtim tjetër. Por unë uroj me zemër që Vanesa të di të vetë kontrollohet, sepse në këtë rast shoh një Vanesë shumë të kërcënueshme në dashuri.